pasi të kryet që kjo ceremonia e hapjes, ne I kemi ndo aktivitetet para dite dhe mas dite. Kështu që në më vonë, do të hapim një ekspozit. Ekspozit e cila do të tregoj për realitetet e komuniteteve romashkali egjiptian, jetesa e tyre. Edhe ka një autor apo disa? Do të ketë më shumë autor. Kështu që do të vendosen që kjo ekspozit ku qytetarët të cilët do të vizitojnë një hapësirë e cila po ashtu do të jetë në Prishtinë, do të kenë mundësi thjesht me pas një farë opinioni mbi ato se ndër vite se janë ngrit komunitetet romashkali egjiptian edhe cila është gjendja e tyre në këto momente. Kështu që thjesht përmes pamjeve të cilat kanë me u paraqit, do të mundohemi që me përçu mesazhe sa më shumë drejt vizitorëve të cilët do të shohin ekspozita të tilla. Dita e parë përfundon me çdo dy aktivitete. Më pas do të vazhdojmë të nesërmen me një aktivitet tjetër I cili do të lidhet me trit, me studentat, me profesorat. Do thotë në hapësirën e termokisit këtu në Prishtinë, do të kemi mundësinë të realizojmë debate, do të kemi mundësi të realizojmë slam poetry, do të thotë përmes debateve fillimisht do të kemi mundësinë që ne të promovojmë ose të diskutojmë mbi ato se cila është gjendja e komuniteteve romashkali egjiptian. Gjatë gjithë ditës. Po, do të filloj fillimisht në qendrën e resurseve e cila është në zyret tona, në Aktash, do të realizojmë debate, më pas debatet kanë me pas krejt qëllimin që thjesht studentët edhe profesorët me reflektu mbi ato se çka kanë prej anës e institucioneve, komunitetit romashkali egjiptian, edhe sa po shfrytëzohen, edhe cilat janë ato arsyet pse nuk po shfrytëzohet, edhe si mundemi si profesora, studenta, aktivista, shoqërisë civile, ndoshta edhe institucione, për me reflektu mbi ato se çysh munden ata me I marrë ato të mira të cilat ekzistojnë. Më pas do të vazhdojmë në Termokjes ku do të organizojmë slam poetry. Slam poetry ka për qëllim që përmes poezisë na me tregu thjesht ato se qysh e shohin trit veten në Kosovë. Do me thonë, jo vetëm si komunitete romashkali egjiptian, për shkak se poezit nuk do të tregohen vetëm prej komunitete, po thjesht një I ri ose një e re e cila jeton në Kosovë, do të tregoj pak a shumë se qysh e sheh ajo veten, perspektive në Kosovë, po në të njëjtën kohë qysh I sheh dhe komunitetet me të cilët bashkëjeton çdo ditë, e të cilët në shumicën e rasteve nuk po e kanë hapësirën që edhe ata me tregu veten. Do me thonë, me po pak a shumë se apo ka privilegje, ndoshta dikush ma shumë, ndoshta ma pak, edhe pse jo, kështu që do të ketë diskutime ose mesazhe përmes poezisë, ku do të ketë edhe muzikë, do të ketë edhe mesazhe të ndryshme të cilat do të paraqiten